bjen, po shdash vetëm shtyhet kaq kështu. Këtu kara, ky xham çështu kara. Xhami që u pshteta që peheqi se lejon. Qatë moment, nëse kishë qenë diçka e lëvizshme, unë prej saj pozite, me shpinë muj me qunë, është normale, është... Ka vestu nanën me 2 qika, e kanë majtë burg mbi 6 muj, prokuroria ka pretendu që është vrasje, gjykata ka përfundu rastin që nuk është rasti i tillë, janë lirut pa fajshme. Po si është e mundshme që mos bëmbohet kjo dhomë e këtij hoteli fatkeq, edhe famkeq, si është e mundshme? Do thotë, kur kanë shku ekspert, kanë gjetë krejtësisht një dritare tjetër, mirë po jo dritare ata thonë të njëjtë në katët më poshtme që i kanë bërë. Kanë gjetë në dhomën 403, një dritare, e cila tash është krejt ndryshe, i ka 3 gjama, dritarja me kornisë që ka raj ka pas 2 gjama, e gjejnë me 10 bulona, që ne ende ka njerë i thëjmë shrafa, për me kuptu, të thotë 10 të cilët janë të qitur në mbes të kornizës, dhe kjo është dokumentuar nuk e thamon, këta e thojnë inxhinier, këta që kanë bërë super ekspertizën. Dhe i gjejnë këto kanë qenë fatkeqësia. E gjejnë faktikisht që mënyra e përdorimit është kështu. Ju e shihni për shembull që kjo pjesë ka qenë, kjo pjesë për ju e kam, jo për publikun. Kjo pjesë, sepse unë i kam blenë në vendin e njëjtë, alumin në fushë Kosovë. Ata që kanë ndërtu këtë pjesën e xhamit, fasadës xhamit të hotelit. Sot e shihni sa është lesisht se si është që del. Që kjo ka qenë. Këtë ndemi a fakturën, do të thotë që kjo ka qenë që është në këtë formë, faktikisht, për shkak të lëvizjes që ka qenë prej poshtë nalt, ka ra korniza, paramenone është tragjike me ra një kornizë e cila është dash jo të shtyhet kështu, sepse nuk bjen, po është dash vetëm shtyhet kaq kështu. Dhe është vërtetu nga këta ekspert që të kanë marrë në qafë mas pari familjen e të ndjerës, pastaj e kanë marrë në qafë këtë djallë. Që deklarojnë këta ekspert, e paramenoj japin mësim inxhinierave, deklarojnë që lesisht bjen me përdorimin e forcës 27 kg, këtë formë, jo shtyje sa dush, paramenoj kanë bë humor. Thojnë, ne jemi 2 inxhiniera që kanë shku në vend gjarës, njeni 120 kg, tjetri sfar peshi ka pas, mbi të dhej. E thotë e kemi shty sa minimumit me ato pjesë. Nuk bjen, mirë po bjen lesisht me përdorimin e forcës 27 pesha, faktikisht 27 kg, fuqia e kësaj, mirë po eksperti tjetër, i cili është Ermal Macedonci, e ka vërtetu në mënyrë shkencore që jo vetëm me fatkeqësisht, që bjen me këtë forcë shtyse, por e ka vërtetu që bjen me forcën prej 9 deri 10 kg, që i bie nëse fëmijët e mi, nëse fëmijët e juj, nëse shkon dikush me fëmijë, jo bistriturit, bjen dritarja e njëjtë nëse përdoret forca prej poshtë nalt për çfarë do lloj arsye. Prej 9 deri 10 kg. Po që po e themi sepse kështu na menoj. Me cilë se unë kam angazhu inxhinierin Ermal Macedonci. Mund tjetë perceptimi që ai ka punu, do të për me gjetë vërtetën sipas me, po thojmë që dikush mund me menu që është indikum. Po që nuk i besojmë Ermal Macedoncit ma, po i besojmë këtyre ekspertve që kanë qenë të vetmit, dhe këta e kanë konstatu që dritarja, respektivisht korniza, bjen me përdorimin e forcës prej poshtë deri lart 23 kg. Unë nuk kam ditë ndryshe, unë kam folë me vjetra ekspert që i kam ftu edhe i kam konsultu. E që më ka rënë men, unë kam një kamen zyrën timi, i cili shkon prej lart poshtë. Momenti që nëse ju keni dhe që prekni e shtyni prej lart poshtë, do të tjo që hapet me derë. Aq let hapet. Por nëse e shtyn jo me 120 kg, sepse ky nuk i ka 120 kg, po plus 2 e 3 ekspert që kam tentu me ato pajisjet e tyre që me shty nuk ka ra, që i bie që ajo që ka qenë fatkeqësia, ka qenë montimi i gabonshëm i kornizës, i cila kornizë është e tillë, unë vetëm i kam bërë këto shigjeta që nuk i keni, do të për me pa, që është prej poshtë deri lart, që shtyhet, po ja vlo se i keni, dhe që është shigjetin se keni në ekspertizë, dhe që ta ekspert faktikisht e kanë vërtetu, dhe na duhet ju besojmë diçka,
e kanë vërtetuar në mendimin e tyre profesional në fund. Do thotë që ka qenë krejtësisht dritarët jashtë kushteve teknike të montuara. Do thotë si është e mundshme. Është një gjë tragjike që ka ndodhur. Dhe e gjitha ajo prova kryesore që këta e kanë pas, por nuk e kanë përdorur. Para mendoni ti ki ekspert të teknikës tonë, teknikë policisë tonë, nuk janë të huaj, cilët shumë mirë kanë bërë punën e tyre, e kanë fotografuar. Por këta super ekspert, as ju ka shku menja për me pa diçka që faktikisht e kemi pjesën e poshtme të montimit të kësaj dritare që ka ra, e cila e keni në ekspertizën e juj, unë vetëm i kam shënu, e cila është me shka, është me beton. Paramendoni një dritare, e cila montohet ku pjesa e poshtme është krejtësisht me beton, edhe fare nuk e kanë marrë transishme, e unë po ja dërzë juve. Këto që janë trullaksume janë tona, po fotografia është originale. Do thotë me vetë faktin që korniza nuk ka qenë e përthitur, nuk ka qenë faktikisht rrafsh, si që ka qenë pjesa tjetër, ka ardhur deri te kjo lëvizje. Deri te kjo lëvizje. Për shkak se ju po e shihni që këtu ka beton. Do thotë ka beton, ka grimcat betonit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grimcat betonit. Edhe këta i injorojnë totalisht sepse do shtonë si fajsoj kolegët e një avokat, do shta dikush ka prirje që me folë vetëm aspektin juridik. Unë kam prirje që mi thirr inxhinier, mjek, mjekësisë ligjore apo këdo edhe merr një huri edhe e thu para gjyqtarë. Dhe kjo nuk është ditë kur që ka mbetje betonit. Këte e ka thonë edhe ka zbulu që e ka zmallu faktikisht me këtë radhë që po i shihni Erman Macedonci. Edhe këta super ekspert 3 nuk e kanë thonë kur, që i bie dritarja ka qenë krejtësisht në kundërshtim me rregullat të ndërtimit. Pjesa tjetër është thonë që sipas dispozitivit të aktgjykimit, sepse na kemi drejt më angurtash në aktakuzë. Dispozitivi i aktgjykimit është veç kopje e aktakuzës, që thotë një fjali që thotë gjatë përleshjeve, do thotë, unë po ja lexoj veç pjesën e fundit, do thotë. Dhe thotë, qendritni kam për lexoj veç pjesën e fundit. Ka vazhduar përleshje dhe goditjet ndaj të dëmtuaras. Duke e dërguar në qoshet të dhomës, aty pse në qoshet, sepse pjesa tjetër është muri. Dhe kjo pjesë e xhamit duhet të jetë është muri, kudo që shkoni në qendra tregtare, po s'ki nevojë. Veç dilni kur dilni prej kësaj zyre, nëse dilni këtë pjesë, çaja pjesa e jashtme, janë çato korniza, ato janë muri për ne, për ju, janë muri që keni ndalje, s'ka nevojë me shku ndërtesa tjera. E ka dërguar në qoshe ku nuk ka pas mundësi të largohet e dëmtuara. Dhe nga goditjet dhe shtyrjet, qysh është normale do thotë kur njëjtën kohë ekspert thonë që jo me shtyrje nuk kanë mujt 2 vet peshave 120 kg me shty dritaren, thotë me shtyrje që i ka bërë të dëmtuarës, të ndjerës Maria Clara, e ka nxjerr kornizën. Tash kush e nxori? E ka nxjerr kornizën duke e hedhur të ndjerën nga dritarja dhomës lokalit Kaki 6. Okej, është përshkru për shkak të saj ka ndru jetë Maria Clara. Po qysh është e mundshme me menu këta ekspert? Fillimisht, e din gjithë, ju e dini mas miri. Maria Clara ka ra prej hotelit e gjallë. Ndoshta kish mujt me qenë drejt tjera situata të imagjinunshme të prokurorisë, e që faktikisht nuk do duhet i merrte gjykata. Ka ra e gjallë, një grue 27 vjeçare, ka ra e gjallë, jo e vdekur. Si është e mundshme që po supozoj, me gjithë veç një objekt që ka, kjo është 27 kg e ramë, dritarje, se kështu ka thonë ekspert. Atëre po i bie që e ndriti ka pas mundësi me nxjerr dritaren prej poshtë lart, me majt dritaren, falni për zonin, me majt dritaren me kornizë, me kap Marien, edhe me gjujt. Qysh është e mundshme? Nuk ka logjik. Cili njeri, kur na i kemi dimensionet, 1 metër me 90, po ku ka njeri në botë, që instinkti njerëzor, që e len me gjujt dikën në dimension 1 metër me 90, që provon më kap kështu, sepse është instinkti njerëzor, na fal për. Është abnormale me menu pastaj që le të jetë ky kriminal, le të jetë ky inxhinier, le të jetë teknik çysh duhet çunë se edhe pse kështu e keni çujt. Jo, dikush tjetër. Po qysh është e mundshme kur e ka pa gjykata që këtu e kemi
dritaren, kjo është dritarja. Po e shihni që kemi shtratin i cili nuk ka lëviz, sepse këto janë të krim teknikës tonë, janë policisë tonë që definitivisht duhet m'ju besu. Unë e kam matë këta, sepse është edhe në dokumentet juja, është 60 cm, ma pak. Po qysh është e mundshme? E kemi shtratin, e kemi këtë dolap, edhe nuk ka lëviz as jasteku, i cili është i puklave, nuk është beton. Paramendoni që nuk ka lëvizje, do të thotë është e pamundshme, ama një të këtë. Kja, do të thotë, qysh është e mundshme, po e shihni dritaren që ka ra. Po e shihni që e kemi këtë komodin, këtë komodin, e cila nuk ka lëviz. Komodina është i komodinave të lehta. Nuk ka lëviz shtrati, nuk ka lëviz komodina, nuk ka lëviz jasteku, po qysh është e mundshme nëse unë veç afrona qëtu, ju më srit tani. Nëse veç pak e lëvizi, shkruan këta mikrofona. Po kur ti dikon don me my, thjesht, me gjujt pej dritares ka ti të gjashtë. Edhe Maria e ka ditë ku ka fjet, se ka fjet 12 më herët. Do të thotë instinkti njerëzor nuk lejon. Ju e keni shtu hapsinën më tepër se 1 metër e sa. Nëse veç dikush më prek edhe më shtyn, sigurisht që unë nuk po bëj. Do të thotë skena, sigurisht që bin krejt këto, po pak ma fuqishëm me më shty dikush. Kjo del krejtësisht sepse shëni që lëviz. Po paramendon, kjo lëviz, shtrati s'ka lëviz, komodina s'ka lëviz, jasteku s'ka lëviz. Jasteki është i puplave, nuk ka lëviz. E keni jo. E ka marrë gjykata Endritnikën thuja se ky është ku me di çfarë. I ka marrë paramendone 32 plagë që ky ka dhe sot, që janë lipoma, të cilat janë çështje sikur të lythave, e të cilat ky ka operuar në Zvicër, edhe ja kemi bashkangjit dokumentacionin, e kemi të përkthyer dokumentacionin mjekëve ku ka qenë ky në këto intervenime. Paramendone, krejt këto janë konsideru si plagë, këto janë lipoma, janë formë të lythave, që janë 32, edhe që tregoj veç janë. S'ka nevojë. Jo, veç në të tregoj. Jo, janë foto, s'ka nevojë. Okej. Kemi pa në foto në shkresa planë. Po i keni, shkresa planë. Pastaj, si ajo e ka shit prokurori, dikush e ka shit katrahur, që ka ndonë vëmër 403. Paracitet kjo, dikush aludon, përse ka thonë që është gjatë. Kjo është paramendon një pudër i thjesht, që se cila grue, se cila vajzë e ka. Ky pudër është fitim, shishja e thyme, kur i shini këto njolla në qarshat, kur i shini njolla në trupin e ndritit, këto janë thjesht pudër i langshëm, që se cili e din, dhe këtë pudër e keni prej policisë tonë. Do thotë kjo është shishja e thyme e pudrit, e cila është konsideru si diçka jashtëzakonshme, e i cili pudër, kushdo që i ofrohet dikuj, lën shaja, gjyqtarët e dinë që nëse dikush veç i ofrohet gjatë përshëndetjeve, gjyqtarët zakonisht, kushdo faqe ta gjyqtarët, ka shenja të njollave të pudrit. Do thotë, është një situatë e tillë e paspjegueshme, qysh nuk kanë mujt ta me kuptu. Pastaj edhe një herë po kthehemi tek dritarja. Do thotë, dritarja është e pamundshme me ra. Vetë ekspertë kanë vërtetu, pa shpyrje poshtë. Pastaj këto nuk po i bëj publike për ta. Janë shkresa plantës. Po i keni pak më ndryshë se janë fotot e obduksionit, gjitha i kemi. Po mirën e pelabroj, po jo pa i të publiku, jo të publiku. Për ju, jo për publiku. Si është e mundshme që dikush mos rezistoj, i keni fotografit e anës së majtë të klarës, nuk ka asnjë lëndim në asnjë pjesë trupit. Do thotë, nëse dikush don me të shty, don me të rrasë, ai prokurori ka menuar që këta janë, do thotë, një situatë për 50 minuta, nëse kishte me qenë e tillë, e di. Po jo, po unë veç po për me ka jo. Po këto e nëna e majtë dhe ona djatë të trupit të klarës nuk ka asgjë. Po ju i keni, unë nuk jam të tregu publikut. I kemi shkresa plantës, në rregull është. Po ju kishini veç të zmadhume. Mirë pa fotografi. Qysh është e mundshme? Diken, do thotë me gjujt prej dritarës, e cila është e pamundshme që hiqet përveç me forcë poshtë lart, edhe në trupin e Maria Klarës nuk ka asnjë shenjë të dhunës fizike të shkaktuar nga ndriti. Ajo që eksperti mjekësisë ligjore, sepse na kujemi për të vërtetën, ne kemi për gjëra tjera, ka konstatuar
unë nuk po ja u tregoj, sepse ju I keni, e ka një hematom 2 cm me 2 cm në pjeshën e poshtme të kamës, së djathtë. Edhe eksperti I cili ka dhënë ekspertizë, Dr. Arsim Gërgjaliu, paramenon e thirr gjykata, një ekspert I cili thekson, thot, unë nuk kam pas as kallëzim penal, nuk kam pas as shkresat landës, as fotografi, as kurgjeq, edhe e lejon ekspertin me dhënë dëshmi në cilësinë e ekspertit mjekësisë ligjore, edhe pranon gjykata blanko, edhe ajo që ajo thot se është e vërtetë. Që thot, e ka një shenjë pjesën e poshtme të kamës tek kuku këtu, 2 cm gjysmë me 2 cm gjysmë. Në terma mjekësor ata e thojnë me milimetra. Mirë, po kur e shef fotografin, ajo është një njollë që besoj që shumica e neve që jenë gjykata, po që se veç e prejtë që tonë, që pja shkaktojnë një njollë, veti. Ja shkaktova, momentin që e prejtë që shto të shkak, I shkaktova 5 njolla veti. Edhe e konsiderojnë që është njollë sepse ky e ka godit në pjesë të kamës. A pjesa e trupit është krejtësisht përpara s'ka kurfar goditje. Bashkë e mundshme me pas na çaq ignorant prej personave të tjerë, jo prej gjyqtarëve. Që mos m'ja bëni pyetje, o ti doktor. Po është e mundshme me konë enzime një plagë e cila po supozojmë që ja ka shkaktuar e ndriti për mbrana 50 minuta. Që kjo plagë që ja shkaktova në vetit nuk nxihet për 50 minuta. Sa supozohet që ta kanë qëndru në dhomë. Që I bie që përveç që s'ka kurfar relevance, nuk është e mundshme. Unë kam pa për shembull edhe ato skena, sepse janë të incizume që montimi I dritarës. Unë kam pa do thot në shkresat landës gjithçka, por nuk kam pa të vërtetë. Do thot, le kemi një situatë tepër tran, që truni njerit normal nuk mundet me kuptu, sepse prokurori nuk ka dashur. Prokurori ka mujt me thonë që janë situata të pasqaruara. Edhe me qenë se I keni pas veç 2 persona, nuk kanë qenë 3. Do thot, atëherë me qenë se Klara ka ra, po kush është fajtori? Po fajtori është kë. Po që po thojmë që është kë? Po ky veç ashtu s'ka mujt të nxjerrë dritarin. Definitivisht. Unë tash kam fillu pak më ndjerësit. Po besoj që edhe jo. Momentin që ki, sepse ekspertë kanë thonë jonë, që ki ata kanë përshkruar lëkura e njeriu, po as kanë thonë dora, as kanë thonë shpina. Momentin që dikush ulet, rastësisht tonë, që u pshteta që përheqi se lejon. Qatë moment, nëse kishë qenë diçka e lëvizshme, unë prej saj pozite, me shpinë muj me qunë, është normale, është njerëzore, ju keni me përjetu këtë ndjenë, momentin që ngriteni nga këto karika. Sepse I keni lëkurës, edhe shpina ju është në gjitë. Unë nuk po thonë që ka pas verzion tjetër, përveç se Klara ka ra aksidentalisht. Dhe aksidentalisht ka ra, për shkak se ka qenë mbështetur aty. Dhe ekspert thojnë lëkura e njeriut, momenti që është e djersitur apo është e lagur, ka fërkim tjetër në raport me gjam, sepse kjo është gjami. Edhe juve ju ka ndodhur, gjithve ju ka ndodhur që kur ngritesh prej një pozicioni e merr me vete. Pse po e them kështu? Sepse ekspert thojnë, Klara është incizu duke e ra, e gjallë, 3 ore sa ka jetu. Është incizu prej kamerave të sigurisë, I objekti pa leje që quhet hotel, dhe momentin kur ka ra Klara, incizimi I fundit tek recepcioni e ka incizu edhe kornizën edhe trupin e Klarës. Dallimi sipas ekspertëve të Fakultetit të Inxhinierisë është 0,3 sekonda apo 0,5 sekonda. Qysh është e mundshme që e ndriti e majti dritaren, e gjujti gjallë Klarën, Klara me 1 metër nuk rezistoi, ra bashkë me kornizën. Do të thotë është një çmenduri që njerit normal nuk mundet mendja me ambrej që ka qenë ndryshe përveç që është aksident. Unë e di që Klarën familja e saj përjetësisht nuk do ta ketë. Mirë po është ndryshe kur është aksident, ndryshe kur është vrasje, sepse vrasje nuk është. Çfarë propozoni për fund? E kemi një rast tepër tron. Një minutë, no? Pronarët e hotelit Palej, vitin 2011, me 1 gusht, vitin 2023, kjo ka qenë pa leje. Vitin 2024, tetor është legalizu, po prap pa leje, është legalizu si objekt banimi, jo si hotel. Qa ndodhë? Gjithçka është incizume, është incizume dhe pjesa poshtë, kur vjen, me Klarën, për shkak xhelozisë saj,
është incizuar që shkon dhomë me Klarën, mbyllet dhoma 403. Ndo rasti, ndo aksidenti, Klara bjen e ndriti nisën. E vesh, e dim, vesh setrën e saj, ngushtë, pa nuk ka me rëndësi. Po ç'a ndodh? Ndodh diçka shumë tragjike. Incizimet e daljes së e ndritit nga dhoma 403 mungojnë. Paramendoni ti mungojnë. Incizimet kryesore ku pronari, menaxheri që djali pronarit i hotelit thotë, o dalë ndriti një herë, te lifti duke të kthyer edhe një herë. O dalë ndriti edhe një herë, por nuk jam shumë i sigurt. Mirë po, këto mungojnë. Policia i ka marrë këto, korën e dur, se për them korën e dur, sepse gjithçka është, përveç incizimi i daljes së tij nga dhoma, kjo mungon. Prokurorit i mjafton që thotë, ajtia e prokurorisë themelore në Prishtinë nuk ka mund ta hapë incizimin. Është një që me thonë Violet, Nimani nuk ka mund me hapë një incizim që është shumë i rëndësishëm për ju, po me çka që mjafton. Prokurori me eksperiencë, unë shumë e çfaj këtë prokuror mas pari të mirë vesh. Nuk e dërgon në institutin e forenzikës, po pse kemi në forenzikën? Po dërgojnë forenzikë që atë incizim edhe e sheh. Qysh është e mundshme mi mjaftu prokurorit të shtetit që përfaqëson shtetin që mungon është e korruptuar kjo pjesë e incizimit. Dhe paramenone e merren pyetje për me shpjegu incizimin që ai pas ka pozët një, po tash mungon. Çai njëjti njeri që ja ka dhënë incizimin policisë. Thotë unë ja u kam dhënë, po e kam po para se më ia dhënë policisë, e ndriti ka dalë një herë, po kthye edhe një herë, duket se ka dalë dy herë. Ai di pse? Sepse këta që kanë qenë dy kap manal tu flej, thjesht është e pamundshme mu me mbin që recepcionistja që nuk ja përmendëm emrin, i thotë që ka ra një musafire prej kati 6. Edhe kjo është në katin e 8 tu flej. Është normale edhe kjo që hyll dhomën 403 pa çfarë ndodh. Mirë po aty mund të ketë probleme. Mund të ketë manipulim me prova, mund të ketë ndrim të dëshmive, të cilat prokuroria është dashur pas sa transishme, po ajo që secili njeri që shkon veç një ditë fakultet juridik, kur ki probleme teknike, thjesht të dërgon ato që kemi pagu 10 miliona euro, që na kanë ndihmuar edhe amerikanët me pas një institut briljant, të ekspertizave, me pa si është manipulu kjo. Po të është diçka tepër e rëndë, pse nuk është bën. Edhe unë prapë kam respekt për gjyqtarin e shkallës parë, kryetarin e trupit gjykues dhe dy gjyqtarë tjerë. Por mund duket që këta kanë qenë në presion. E pse kanë qenë në presion? Mund duket që ka dalë në kallëzo pikam, një ditë para seancës së fundit, që dikush i ka marrë 50.000 euro, dikush i ka marrë 10.000 euro, dikush ka dashur me korruptu një prokuror, rajshëm sigurisht, edhe dikush ka marrë edhe në emën dikuj tjetër që janë zyrtar të policisë edhe ka dhe avokat. Po qysh është e mundshme? Mos me arrestu avokatin, mos me arrestu ata dy zyrtar policor që baba i Endrit Niks ka incizime dhe i ka bo publike. Mirë po, nuk se cili shumë. Mund duket, po nuk më e vërtetu, nuk kisha dash me besu që është pall fajtor nën presion. Jo diçka tjetër. Unë nuk po them që dikush ka qenë i korruptuar. Definitivisht jo. Mirë po, ai ka marrë paret Baxhanaku i babës Endrit Niks 40.000 euro, po, sepse po thotë çaj zotnia që atje që është baba i tij. Ai ka marrë një avokat 10.000 euro, po, se po thotë çaj që atje jon. Ai nda këtë pare edhe me zyrtar tjerë policisë, unë nuk e them, po thotë çaj, edhe që është baba e Endritit. Dhe kur kjo del në media, në kallëzo.com, një ditë para seancës fundit, gjithë janë në presion. Për këto që ti flet, po? Është prokuroria, mund është mu drejtu prokuroria. Jo, është drejtora me paraqit, kallëzim penal, jo, ç'ke paraqit kallëzim penal edhe për hotelin. Jo, unë e thash. Edhe një gjë. Me qenë se këtu po vletrojnë temperatura shumë të larta, na gjithë e kemi tokun veç ti. Shumë mirë. Edhe ashtu gjyqtare pata me harru që me një gusht. Jo po ju falenderoj juve tash. Si spedini çfarë do të them. Po ju falenderoj se për pak harrova. Me një gusht kanë ndodhur rasti ku temperaturat kanë qenë shumë më të mira, më të larta se kjo. Me qenë se avokati tjetër për vesh, edhe na i mbajnë vesh edhe ti veshe. Po, veç ta tregu që kemi të bëjmë me çështje të djersitjes së personave, e që ka ndodhur, faleminderit që ma përkujtove, rasti ka ndodhur me një gusht 2023. Na e dim gusht ç'është është. Para më nuk kërkush se ka vërtetuar temperaturat e situatës, për shkak se unë nuk po tregoj fotografi, ju e dini. Gjithë e din ata që kanë qenë pjesë e sistemit, pjesë e strukturave të sistemit juridik që janë marrë për këtë çështje. Klara ka ra vetëm me brek. Klara ka ra vetëm me një maic, me një faktikisht kanatiere që do të thotë është një maic e vogël që shihet qysh ka ra për shkak temperaturave, sepse kërkush nuk është në gjendje, s'ka arsye. Mendoj
me veshjet dimrore kur kemi të bëjmë me një gusht. Do thotë, këto kanë qenë fatalitete. Shtetja e Klarës dhe dritare, ngritja prej poshtë deri lart. Veç edhe një sekondë të shoh. Na kemi prokuror taf, definitivisht. Edhe kemi gjyqtar shumë taf, shumë të mirë. Po qysh është e mundshme që as prokurorit, as gjyqtarit, as avokatëve syron mend diçka që është elementare, po çoje bëjë një rekonstruim. Po bënë një rekonstruim, shko të veni ngjarjes edhe sepse është e pamundshme me ja mush mendën dikush juve me prova, çfarë do të janë, nëse ju vetë nuk shkoni në vendin e ngjarjes. Nëse nuk shkojnë gjyqtar, paraprakisht prokuroria në vendin e ngjarjes, për mu binë si ka qenë situata, për shkak se nuk ka mund asgjë të ndryshohet, sepse shtratin e kemi pas që s'ka lëviz, komodën e kemi pas që s'ka lëviz, nuk ka lëviz as jasteku i cili është i puplave, po ti shko si gjyqtar, s'ko shi trup gjikustu, o të shot qatë vend ku ka rake qi. Sepse është normale që familja e Klarës kërkon dënim e burg përjetshëm. Unë kisha kërku dhe dënim tjetër, po si kemi në sistemin tonë juridik, nëse kisha përfaqësuar familjen e Klarës. Po problemi është që Klara ka ra aksidentalisht, se për aksidente dihet çfarë duhet mu bë, duhet me liru Endrikin, sepse është diçka të cilën nuk mundet të thotë askush me vërtetu që për shkak të shtyrjeve ka mujt prej poshtë lart. Mos me dalën e që veç po e thon pa prova. Nëse i shtyj xhami, kështu në situatë krejt tjetër. Do thotë, është krejt tjetër. Nëse kish rraf vetë xhami, po thoni prapë kish qenë situatë tjetër sepse kish mi mujt me fajsu jo silikoni, jo kjo ajo. Ka ra kornizë, ai imagjinon e po të bëj kornizë, është njëjtë sikur me ra muri. Mos më unë kohën se keni gjithë shkrume, unë propozoj që Endrit Nika të shpallet i papajshëm nga këtë trup i gjykuar, trup i nderuar gjykues, nga ky panel. Nëse eventualisht nuk shpallet i papajshëm, rasti detyrimisht kthehet në rigjykim dhe rivlerësim dhe të vërtetohet që kjo vetëm vrasje nuk ka qenë, por nuk ka qenë as vetë vrasje, sepse nuk është shumë e rëndësishme tash me thonë si ka puna e dëshmisë së mjekës, e cila ka folë sa ka qenë Klara gjallë. Po është një situatë tjetër. Na kemi pa se s'mu me qujt me terme ofenduese. Para me nëne shkon polici, vjen mas jetirin, del, e keni një incizim, del edhe fotografon Klarën edhe bën incizimin. Pa e prej Klarën heq, vend mi dhënë dim, polici e incizan. Kërkush për i sistemi tonë juridik nuk ka marrë me identifiku atë policë dhe me qitë për i punë. Në qysh guxon njerin që ka ra prej katit 6, me fotografu, me incizu që e keni një incizim. Edhe, si ta këto, janë bo, do të thotë diçka sikur me para një objekt e jo një qenje njerëzore. Sepse me ardhë me një shtet tjetër, me ardhë për darsën të vllau ti, edhe me ra prej katit të 6, edhe ajo që është rëndësishme për këta, sepse ju e dini, ka ra gjami në tokë, ka ra ky gjam këtu, ka ra, ky gjam qështu ka ra. Gjami poshtëm, jo po, do të me tregu që nuk ka ra gjami nalë, sepse nëse ju më shtyni mu edhe bi me gjam komplet, atëre mund ta këtë shty këtë. Por nëse bjen gjami me kornizë, edhe është gjami i poshtëm, jo gjami i nalë, do të përvërteton që Klara ka qenë me një pozicion që me trupin e saj, me shpinën e saj, ka mund të nxjerrë kornizën edhe me ra. Këto pëthojnë provat jonë. Faleminderit që më dëgju, na falni për këto emocione, ndoshta sepse unë Endritin nuk e kam pa herën e parë. Unë i kam thonë ky pak më. Thonë mu 100 herë ma shumë dhimet Klara se kë. Sepse kjo është me një dhomë, me televizor, me banjët vetën, me libra, me krejt, është ma i zhvillun tash si kur është arrestu. Po Klara nuk qëtë përjetësisht. Edhe be lejuna një aksident me shëndru në krem, në vrasje tron, është skandaloze. Faleminderit që më dëgju. I akuzuar Endrit Nika, konvince që ka në drejt? Çka ki me thonë tim në këtë seancë kolegji? Unë i përkrohë fjalët të avokatit. Krejtësisht, i kompozë dhe sanë me thonë, po i tha krejt avokatit. Oshe. Pishka pale me Atëherë, seanca e kolegjit të përfundon, vendimi dhe ta meni për gjykatës shkallës 5.